Pak pas që mësuan emrat e ministrave të rinj të qeverisë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga çadra e protestës tha se kjo qeveri po bie, duke përsëritur qëndrimin se lëvizja e opozitës nuk do të ndalet deri në largimin e Ramës. Kjo lëvizje nuk ndalet e nuk do të ndalet derisa Republika e vjetër e krimit që i trajton zgjedhjet si një mundësi për të kapur pushtet dhe jo si tempullin e shenjtë demokracisë, po bjen e do të bjerë deri në tullën e fundit. Për liderin e opozitës, ndryshimet në qeveri janë thjesht fasadë që sipas tij nuk mund të mbulojnë skandalin e madh me mbetjet e rrezikshme që mendohet të kenë hyrë në vend. Miq nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gazetar, më ka njoftuar se janë shumë pranë zbulimit të dimensionit të vërtet të skandalit të plerave që mafia ndërkombëtare ka depozituar në Shqipëri. Në qoftë se është e vërtet, kjo nuk është asgjë më pak se genocid. Tas është vonë, mos u fshi pas dorëheqjeve dhe shkarkimeve fasad të shërbëtorëve të tu. Tas është vonë, bëj transparencën e plotë. Për të bashkëbiseduar me kryetarin demokrat Basha, në çadrën e Lirisë ishin Dritan Hila, dikur zëvendës ministër në qeverinë Rama, dhe Patrik Sadikaj, të dy drejtues emisionesh në Ora News. Teksa protesta e opozitës ka hyrë në ditën e 24, palët vijojnë të palëkundura në qëndrimet e tyre. Partia Demokratike kërkon largimin e Ramës, ndërsa kreu i qeverisë tha se ndryshimet në kabinet nuk vinë si kërkesë e opozitës.